Jemi bashkë tani në transmetim të drejt për drejt në rubrikën Opinion. Për zhvillimet më të fundit do të flasim me Andi Bushatin. Andi, përshëndetje, mirëserë. Mirëserë. E nisim me Lëvizjen Socialiste për Integrim, duke qenë se pas pak minutash apo pas pak orësh kryet edhe konventa e Lëvizjes Socialiste për Integrim, pritet konfirmohet si kryetare e LSI-s zonja Kryemadhi. Çfarë impulsesh do t'i japi Kryemadhi Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe si do të jetë në opozit? Si e parashikon? Nga njëra anë, LSI-a ka shpallur që do bëj një opozit të fortë, opozitën që duhet shqiptarve, madje pretendimi i saj i shpallur gojarisht është që do bëj një opozit dhe më të fortë se Partia Demokratike. Por mua më duket sikur zgjedhja e zonjës Topalli shkon në sens të kundërt me këto premtime. Pse? Sepse LSI-a për një kohë gjatë, pavarësisht se publikisht ose dijej në rreshta që ishte një parti e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, pra në farë mënyre një parti familjare, të paktën në fasad e ka ruajtur një lloj kolegjialiteti. Për shembull, Ilir Meta u zgjodhi pari me një antar një vot. Ilir Meta është kujdesur që gjithmonë të ketë një tjetër konkurrent, qoftë dhe falso, kur është zgjedhur kryetar partie. Dhe ndërkohë që ai shkon drejt presidencës dhe i lë bashkëshortes partin, këtu ka një gjë që duket sikur nuk shkon. Dhe në qoftë se LSI-a, ashtu sikur ka shpallur, mëton të jetë një parti ndryshe nga tjerat, që do jetë më afër interesave të shqiptarve, jo si PD-ja, jo si Rilindja, vetmja mundësi që kishte për treguar një model ndryshe, ishte mos e shpallte edhe publikisht që ne jemi një parti familjare ku burri lë stafetën gruas. Po të shohim, Edi Rama e ka kthyer partinë e tij parti private. Lul Basha me zgjedhjet që do zhvilloj pak e ka kthyer po ashtu një parti private. Të paktën në formë Ilir Meta në qoftë se pretendonte se ishte i ndryshëm nga ata, LSI-a e ndryshme nga ata, duhet bëni një zgjidhje tjetër. Por kjo është një gjë që për mua nuk bie në sy të mirë kur një forcë politike kalon nga burri tek gruaja, ose e thënë ndryshe duket sikur i thuhet shqiptarëve që politikat e partisë nuk do bëhen në zyrat e selis, po do bëhen në dhomat e gjumit të shtëpisë, dhe këtu më duket se ka diçka që nuk shkon. Megjithëse duhet pranuar nga ana tjetër dhe fakti që Monika Kryemadhi nuk është thjesht bashkëshortja e Ilir Metës, ka meritat padiskutueshme që nga krijimi i LSI-s si njëri që i ka futur duart në organizimin e saj. Po si pa dyshim ka qenë ajo do jetë bashkëshorte e presidentit të Republikës, në fakt. A e komplikon kjo më shumë? Atë zonja Kryemadhi dhe për mua aty nuk ka problem. Ka bërë një deklaratë publike që ajo më tepër do ngelet një politikane, një deputete, se sa të luaj rolin e zonjës parë, që në fakt zonjës Kryemadhi nuk i shkon edhe shumë. Por ajo që mua më shqetëson në këtë rast është një fakt tjetër. Është fakti që si sillemi para zgjedhjeve kur i kërkojmë votat qytetarëve dhe si sillemi menjëherë pasi kemi rrëmbyer votat qytetarëve. Sepse Ilir Meta u mor vesh që do shkonte drejt presidencës. Kishte një fushat përpara elektorale. A thonë që zonja Kryemadhi është me përvojë, është një organizatore mirë, madje e tregoi dhe vetë në Elbasan. Pse mos i kaloi partia që në atë moment po të bëj Petrit Vasili kryetar një mujor, por shife kush është preokupimi. Pra, në zgjedhje na duhet mos tregojmë edhe publikisht që jemi një parti familjare, por sa mbarojmë zgjedhjet, i themi votuesve, hajtë se ja u odhëm dhe bëjmë ndrimet që na duhet. Dhe po ta shohësh, kjo nuk është vetëm defekti i LSI-s. Po të hymë në aktualitetin e këtyre ditëve, po bëhet një zhurmë e madhe për pallatin ke parku autobusëve. Po bëhet një zhurmë e madhe që edhe për turpin e të gjithëve ne, pothuajse nuk po pasqyrohet fare në media, dhe ky është një problem tjetër i madh i sistemit ton mediatik, i mënyrës se si Erion Velia ka kapur mediat e tjera. Por që të kthehemi ke problemi. Është e njëjta fabull që bëri Erion Velia. Para zgjedhjeve i thoshte qytetarëve, m'jepni votën mua se unë ju premtoj 0 ndërtime në Tiranë.
Dhe sa po kthehet fleta, sa po e merr votën e qytetarëve, çfarë bën? Rrit me 164% lejet në Tiranë dhe jep leje pafund. Pra, fabula e të përjetuarit të politikës si mashtrim dhe si gënjeshtër, që ndryshe flasim kur i kërkojmë votat njerëzve dhe ndryshe sillemi pasi marrim votat njerëzve, është një konstante që e shikojmë në fakt të gjitha partitë. Idemi tek Partia Demokratike, që në fakt është në ditë kulmore për sa i takon zgjedhjes së kryetarit së listë Partisë Demokratike. Janë 2 kandidaturat finale, Zoti Basha, po kështu edhe Zoti Selami. Nesër do të nisin fushatën, do të udhtojnë drejt veriut, po do të bëjnë një fushatë të ndarë. Si e shihni këtë garë mes Zotit Basha dhe Zotit Selami? Për të ruajtur një koherencë dhe për të mos i rënë në qafë 2 partive që përmendëm prapë më parë. Po ta shohim me vëmendje, kemi përsëritjen e të njëjtës fabul. Sillemi ndryshe kur duam të marrim votën e qytetarëve dhe i nëpërkëmbim ato që kemi thënë, por sa e marrim votën e qytetarëve. Kjo fabul po përsëritet dhe në PD. Shikoni ç'po ndodh në PD. Sot Lulzim Basha i Çadrës do kishte gjithë drejtat e botës të ngrinte një çadër përpara PD-s dhe t'i kërkonte ato që Lulzim Basha i Çadrës i kërkonte kryeministrit Rama, kryetarit të sotëm të ngrirë. Do me thënë, zgjedhje thoshte Lulzim Basha në çadër, Paramën kryeministër. Dorëheqje i kërkojnë kundërshtarët. Zgjedhje me rregulla loje dhe jo të uzurpuara. Zgjedhje me rregulla loje dhe jo të uzurpuara i kërkojnë ata. Pra, po ta shohësh, është përsëritja e të njëjtës fabul dhe tregohet dhe njerë që Basha, ato që kërkoi kur ishte në çadër, i paska pasur vetëm mashtrime, se tani që e ka në dorë t'i vendos ai rregullat e lojës, ai po njësoj si Rama dje, është biles Rama u tregua më mirë se disa nga rregullat i zbatoi pavarësisht se ç'bëri ditën e zgjedhjeve. Po të paktën si fasad i tha procesin bashk, merr këta ministrat, aq sa më kërkove në fundit i dha. Pra, si gjithmonë kemi përsëritjen e të njëjtës fabul. Kur bëjmë opozitarin, kur kërkojmë vota, flasim në emër të parimeve. Kur kemi në dorë të zbatojmë këto parime, jemi të parët që vrapojmë për t'i shkelur. Dhe në këtë kuadër, në këtë pikturë të madhe, po zhvillohet edhe gara brenda Partisë Demokratike. Mua më ngjan si një përsëritje mo e garës që bëri Edi Rama pas humbjes vitin 2009, kur mori si kandidat rival Maqo Lakrorin dhe u bë një garë më tepër një garë fars. Ato që kërkojnë ata në fakt që janë kundërshtarët real të Bashës, aksesin në lista, aksesin për një fushat barabart, një kryetar partie që mos përdori aparatin e partisë për zgjedhje, një kryetar partie që mos ndodhi ashtu siç ndodhi sot, që shkriu për një orë për të takuar OSBE Odirin dhe ngriu prap për të vazhduar garën. Pra, këto janë gjëra qesharake që ja prishin edhe atë minimumin e jeshis një gare të rregullt. Çfarë mund të ndodhi me Partinë Demokratike pas 22 korrikut, ku Basha duket si kandidati favorit? Po përtej zgjedhjes kryetarit. Si e parashikoni ju çfarë do të bëjnë figurat e PD-s që janë të pakënaqur me gjithë që po ndodh? Përvoja politike shqiptare ka treguar që me sistemin që ne kemi ngritur, me sistemin partitokratik të ndihmuar dhe nga kushtetuta, ata që dalin jashtë praktikisht e kanë të pamundur të organizohen dhe të bëjnë një forcë kredibël dhe serioze. Në 27 vite politik, shizëm që ka pasur sukses veç LSI-s nuk ka pasur, dhe LSI-a me ato metodat e veta dhe me mënyrën e saj të organizimit për cilat tashmë kemi folur. Kështu që kundërshtarët e Bashës kanë 2 kryesore, kanë 2 mangësi kryesore. E para është që tradita historike në Shqipëri nuk ju vjen favor për të ngritur diçka të re. E dyta është që ata nuk kanë një kohezion. Pika e vetme që i bashkon është pika anti-Basha.
por ata nuk kanë një lider të përfaqësuar, kanë shumë kontradikta midis njëri tjetrit, askush nuk e mendonte 4 vite më parë që mund gjendeshin në të njëjtën llogore sot Josefina Topalli me Majlinda Bregu, Josefina Topalli me Arben Imamin. Pra, është aq divergjent dhe aq i shkartisur grupi i kundërshtarëve sa është vështirë që të ketë në një përfundim, në një shizëm suksesshme etj. E vetmja e mirë që ata mund t'i bëjnë opozitarizmit në Shqipëri është që duke goditur fort Bashën dhe duke e goditur Bashën si një njeri që në këtë proces po ndihmohet nga kryeministri Rama, ata mund të bëjnë të pamundur fal trysnisë dhe presionit politik zgjatjen okulte të marrëveshjes të 18 majit. Pra, i vetmi suksesi tyre mund të jetë që mos e lën Bashën të bëhet fare një dordolec i Ramës në të nesër. Zoti Bushati, një pyetje për të mos i zbehur edhe konkurencën apo garën zoti Selami, sa shanse shihni për të? 0. Më vjen keq që doja zbe, por shanset janë 0. Shanset janë 0 sepse nuk është një garë e ndershme. Unë jam më tepër dakord me shkrimin e Merobaze sot në gazetën Tema, në fakt, që e shifte zotin Selami si një figurë nga një anë mund t'jetë dhe pak don kishoteske në atë përpjekjen e tij për të hyrë gjithmonë në përgara. Por nga ana tjetër është një nga figurat më të pastra të Partisë Demokratike dhe një nga ato figurat të Partisë Demokratike që përgjatë 20 e ca vjetëve të saj nuk është i lidhur nga asnjë nga mëkatet, nga krimet apo nga gabimet e mëdha të PD-s. Gjithmonë ka qenë në rolin e sfidantit, gjithmonë ka qenë në rolin e atij që artikulon kritika kur PD-ja ka gabuar. Pra, si figurë, zoti Selami nuk mund të atakohet, por ka një lloj naiviteti dhe një lloj donkishotizmi në këtë përpjekje të tij. Unë nuk jam nga ata që them që dikush e ka futur, por them që ka një lloj symbollësie për të mos parë që gara tashmë është e vulosur. Edhe diçka, nëse në garë do të pranohej kandidatura e zotit Patozi, si do t'ishte si garë dhe a do të dinin me të vërtet qëndrimet pro dhe kundër të Partisë Demokratike, pasi duket sikur gjithçka është pozicionuar në favor të Bashës tani? Unë kam të njëjtin qëndrim që kam pasur në zgjedhjet e vitit 2013 me garën Oldashi dhe Basha. Një lider i paracaktuar, një lider që duket sikur Berisha i ka lënë stafetën, një lideri që për të cilin vetë demokratët kanë investuar shumë. Basha vërtet nga një anë është njeriu që gjatë kohës pushtetit të PD-s simbolizon gjithë kritikat e kundërshtarëve. Abuzimin me rrugën e kombit, për cilën u hap në proces, e para, pastaj shitjen e detit si ministri i jashtëm i dytë dhe 21 janarin si ministri i brendshëm i tretë. Por nga ana tjetër, Basha i kohës qeverisjes Berisha simbolizon dhe të gjitha ato që mund quhen arritjet kryesore të qeverisë Berisha, se ne i shohim korrupsionin rrugës kombit, po kemi dhe realizimin e rrugës kombit. Por vërtet kemi shitjen e detit, po ishte ministër i jashtëm në kohën kur Shqipëria u pranua në NATO. Ne vërtet flasim për 21 janarin, po ishte ministër i brendshëm në kohën kur Shqipëria punoi më fort se kur për të hequr vizat. Pra, Lulzim Basha lidhet dhe simbolizon atë çka është Partia Demokratike e sotme. Prandaj ta mundësh me një rival të vetëm është e vështirë, por për mua kundërshtar apo rival si Patozi, si Topalli apo kushdo tjetër do ishin nevojshëm për Partinë Demokratike jo thjesht për të mundur Lulzim Basha, që i ka disa atu më tepër, por për ta mos a lënë të vdesi këtë parti. Lulzim Basha sot po mundohet ta vdesi Partinë Demokratike. Dikush tjetër
do ishte atje me mbështetësit e tij, me fraksionin e tij, do i tregonte Bashës se nuk bën ç'të dojë me këtë parti. Mënyrën se si Partia Demokratike po zhvillon zgjedhjet, në fakt i përjashton të gjitha këto rryma, i përjashton debatin e brendshëm, i përjashton gjithë përfshirjen. Dhe ishte koha kur Partia Demokratike duhet bënte analizën pse humbëm 200.000 vota në zgjedhje, dhe që ti rekuperosh këto 200.000 vota, ti duhet të zgjerosh bazën e përfaqësimit. Basha po bën prapë të kundërtën, megjithse ka humbur 200.000 vota, po mundohet të ngushtoj bazën e përfaqësimit dhe Partia Demokratike duket si lëkura e famshme e Shagrenit e Balzakut që vazhdon e të kuret dhe Bashës mund të ngelet në dorë, po do të ngelet një parti shumë më e vogël se sa PD-ja reale që do donin demokratët. Rikthehemi edhe një herë tek marrëveshja Rama-Basha, ju e quajtët okulte, shumë pak gjëra, pothuajse asgjë nuk dihet nga ajo marrëveshje që kanë folur dy liderët me njëri tjetrin. Në fjalën e parë pas fitores në sheshin Skënderbej, Rama në fakt ju referua asaj marrëveshje, duke thënë që do donte që ajo të mos ishte vetëm deri në zgjedhje, pra të ishte më afatgjatë, duke se kishte parasysh pikërisht Bashën në krye të Partisë Demokratike në vazhdim pra. Kur i thoshte ato fjalë. Tashmë në një distancë që jemi 10 ditë nga zgjedhjet dhe më shumë nga dita e marrëveshjes, keni pasur në një indicje, në një ide se çfarë mund të ketë qenë ajo marrëveshje, sa e shtrirë mund të ketë qenë? Apo vazhdon mbetet misterioze? Marrëveshja ka një anë të vetën që është e njohur. Po, pjesa që u pa. Pra, të bëjmë disa reforma për shtetin, pavarësisht se kush fiton, do të vazhdojmë me këtë rrugë të arrijmë integrimin e Shqipërisë, mos lëm nam në sy të botës, sikur të sikur në Francë nuk e kritikojnë njëri tjetrin, apo sikur në Britani nuk e kritikojnë njëri tjetrin në aspektet politike tjetër. Pra, i ka disa pikat njohura, por fatkeqësisht ajo marrëveshje ka disa pikat panjohura, dhe sepse ne nuk i dim pikat, por duke lexuar mënyrën e sjelljes të aktorëve politik, ne kuptojmë që atje është luajtur diçka që publiku nuk e njeh. Pse pas kësaj marrëveshje Lulzim Basha e braktisi gjuhën e Çadrës? Pse pas kësaj marrëveshje Lulzim Basha vuri fshesën dhe bëri spastrimet e mëdha në Partinë Demokratike? Pse pas kësaj marrëveshje përdite më shumë, po rriten zërat që më shumë se sa kontrollues të procesit zgjedhor, drejtorët që vuri PD-ja u vun në sekser në favor të Partisë Demokratike. Pra të gjitha këto tregojnë që aty diçka ka lvizur, dhe shenja më e qartë që aty diçka ka lvizur është se demokratët nuk e hëngrën sapunin për djath në këtë proces. 200.000 minimumi prej tyre, se u mendoj që nga 2013 opozitarët duhet shtoheshin, por minimumi 200.000 prej tyre e refuzuan paktin okult të Ramës me Bashën. Pra, në një farë mënyre e goditën leadershipin e tyre që ndryshe u sol në çadër dhe ndryshe u sol pas çadrës në fushat. Në këto, ne e diskutuam shumë në ditën e zgjedhjes dhe në ditën e rezultateve, por përsëri kërkoj një reflektim të mëvonshëm nga ju në lidhje me atë përpjekje që u bë për të dytën herë për t'i dhënë një mundësi elektoratit gri, le të themi, për t'u shprehur, për të kërkuar një ndryshim. Sfida dhe libra, dhe kjo ishte përpjekja dytë pas përpjekjes personale të Bojaxhiut në zgjedhjet e Tiranës. Dhe rrafim po tek ai numër votuesish, 17.000, 20.000, nuk pati një ngritje, nuk pati, s'po them vetëm për numrin e deputetëve, por si sinjal politik nuk u ndje. Pse ndodhi kjo sipas jush? Nuk ka një momentum për këtë gjë, nuk ka një besim se kjo mund të arrihet? Kjo gjë vjen nga dy gjëra, sepse elektorati shqiptar është pak mosbesues. Është mosbesues në pikën që më mirë nuk shkon të votoj se sa të votoj për diçka të re. Ka provuar disa gjëra të reja, mbani mend për shembull, LSI-ja kur doli si parti u ngrit
si parti kundër klanit Zemunit, ka bërë fushat në vitin 2005 kundër klanit Zemunit që i thoshte atëherë Berisha, një pjesë të asaj i bëri deputet të vetët. Çfarë duhet të them me këtë? Shikoni G99-ën, që u bë në shtojtës të Edi Ramës, pavarësisht se doli si një forcë antisistem. Pra ka një lloj mosbesimi ndaj lëvizjeve të reja. E dyta është që këtyre ju vjedhin votat. Sepse unë nuk kuptoj një sistem që arrin të qëmtoj dhe të zbuloj Çam në Dibër dhe nxjerr në Dibër një deputet Çam dhe nuk voton Bojaxhiun apo Blushin. Unë nuk kuptoj dot një sistem që rilind PSD në Shkodër me Tom Doshin dhe nuk nxjerr partitë e reja. Pra këtu kemi thjesht me blerje masive votash. Blushi vetë e pak ditë më parë publikoi atë të një kandidati të tij që rezultonte që s'kishte votuar as vetë për veten as familjes vet. Pra blerja dhe vjedhja e votës ka qenë prezente dhe kush është më kollaj t'i rrëmbesh këto vota janë partitë që nuk kanë numërus, që nuk kanë as komisioner, që kanë vetëm disa vëzhgues larg atje ku televizori duket apo s'duket. Pra edhe sistemi ynë është i ngritur në atë mënyrë që t'i godas partitë e reja, mos lejoj të lindi diçka e re. Pse kryetarët, po shohim sot zonjën Kryemadhi, po shohim Bashën si po e masakron Partinë Demokratike, kemi përjetuar si e masakroi Rama rilindjen. Pse bëhen uzurpator të partive të mëdha, se din që boll të uzurposh partinë e madhe dhe pastaj sistemi nuk të lë që ti t'jesh i konkurueshëm nga forca që mund lindin, si ka shumë shqiptar që sot nuk mund ta gjejnë veten as ke PD-ja, as ke PS-ja, as ke LSI-ja, po e kanë të pamundur që të ringjallin një diçka për te këtyre. Duke qenë se folëm për sfidën, pati një ndërheqje nga ana e zotit Bojaxhi duke i uruar edhe fitoren majorancës zotit Rama, nga ana tjetër ne pam një Ben Blushi shumë të fortë në parlament, zëri vetëm opozitar në momentet që opozita nuk ishte, ndërkohë që është e kuptueshme edhe heshtja tani. Si e shihni pozicionin e Blushit tani në vijim? A do të jetë një oponencë fortë përsëri? Do jetë e njëjta oponencë e fortë, po pas një pjesëtarëve i ka dorëzuar, sepse nuk do ketë më tribune e parlamentit ku Blushi edhe për shkak të oratorisë vet, për shkak të qëndrimeve të forta, shkëlqente dhe jepte edhe forcës së re vet politike një lloj ekspozimi më të madh. Është vështirë të themi se çfarë do ndodhi përtej shtatorit, sepse akoma nuk dim ç'rol do të mbajë Partia Demokratike pas fitores të pritshme të Bashës. Nuk e dim sa opozitë të fortë do të bëjë LSI-ja. Tjetra është Blushi ka hedhur një ide për një bashkim më të madh opozitar, për një bashkim më të madh opozitar që ndoshta do të kalcifikohet në ditët e ardhshme, sepse vota e 10 ditëve më parë ishte vërtet një vot për t'i dhënë timonin e Edi Ramës, po çdo të thotë t'i japësh timonin e Edi Ramës. T'i japësh timonin e Edi Ramës do të thotë që ato pallatet atje në Tiranë, protestën ndaj të cilëve nuk e pasqyron askush të vazhdojnë ndërtohen, që importi i plerave nga jashtë Ramës ju dha drejt të sjelli plerat në Shqipëri, se shqiptarët e votuan dhe për këtë, nuk është më e panjohur. Vota për Edi Ramën do të thotë gjithashtu që të fshihet ai premtimi që do hiqen kazinot nga qendrat e qyteteve, Rama nuk u realizoi dhe prapë u votua për këtë. Pra, në një farë mënyre ato që një pjesë e shoqërisë i quan si mëkatet pushtetit, mund të koagulojnë një forcë opozitare që mund ta kaloj dhe vullnetin e Monika Kryemadhit dhe vullnetin e Lulzim Bashës për të bërë opozitë. Mënyra se si do shkoj kjo, nga ajo do përvijohet dhe opozita e ardhshme ku mund të gjejnë pjesë edhe fragmente nga forcat e reja. Zoti Buçati, faleminderit për analizën tuaj në studio. Faleminderit që ishit me ne. Shkëputemi për një tjetër hapësirë publicitare.